Është kënaqësi për mua të marr pjesë në këtë ceremoni të nënshkrimit të këtij memorandumi mirëkuptimi në kuadër të nismës kombëtare për financimin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme, mikro dhe të fermerëve. Ky memorandum synon lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe të opinioneve midis institucioneve publike dhe sektorit bankar, si një parakusht i nevojshëm për dizenjimin e instrumenteve të duhura për rritjen e aksesit në kredi të këtyre segmenteve të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Në hyrje të kësaj fjale, dëshiroj të theksoj se sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Për ta ilustruar me shifra, portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, nga 575 miliard lekë të regjistruar vetëm 5 vite më parë. Po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë 2 viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit, ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë. Aktualisht kredia bankare përbën një ndër flukset më të mëdha monetare në ekonomi dhe është me diferencë instrumenti kryesor i financimit të bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Sikundër e kemi thënë edhe më parë, këto zhvillime flasin për një përmirësim sasior dhe cilësor të ofertës së kredisë në vendin tonë. Përjedhoi sistemi bankar është ndruar në një partner gjithnjë më të besuar të sektorit privat. Sektori bankar ofron jo vetëm instrumente të sigurta për ruajtjen e kursimeve të familjeve, por dhe instrumente moderne pagese dhe një ofertë gjithnjë e më të diversifikuar kredie. Ky progres pasqyron rezultatet e punës së Bankës së Shqipërisë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, frytet e reformave të mëdha strukturore që kemi ndërmarrë gjatë viteve të fundit, si dhe rezultatet e punës së vetë industrisë bankare për rritjen e ndërmjetësimit financiar. Megjithatë, ecuria pozitive e kreditimit gjatë kësaj periudhe përmban në vetvete një ritëm të diferencuar rritje ndërmjet bizneseve të kategorizuara sipas madhësisë dhe sektorit ku ato operojnë. Në veçanti, segmenti i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, i cili përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë shqiptare, duke gjeneruar pjesën ndërmuese të vlerës së shtuar dhe ofruar punësim për pjesën më të madhe të shoqërisë, ka një akses relativisht të ulët në kredi. Për këtë arsye, rritja e kredisë për këtë segment duhet konsideruar si një prioritet i rëndësishëm kombëtar. Një akses më i lartë në kredi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme do t'i hapte rrugë zgjerimit më të shpejt potencialeve prodhuese të vendit, rritjes më të shpejt të produktivitetit total të ekonomisë dhe përmirësimit më tejshëm të mirëqenies së shoqërisë. Në këtë kontekst, prej më shumë se një viti, Banka e Shqipërisë ka miratuar dhe ka vënë në zbatim një program financimi për biznesin e vogël dhe të mesëm, i cili synon reduktimin e kostove të kredisë për këtë segment esencial të ekonomisë shqiptare. Paralelisht, qeveria shqiptare ka miratuar një skem garancie sovrane me qëllim uljen e rrezikut kreditit për operatorët e sektorit bujqësor. Në gjykimin tonë, këto dy instrumente ofrojnë një piknisje të mirë për adresimin e këtij problemi. Progresi i bërë gjatë 2 viteve të fundit është padyshim një premisë inkurajuese. Megjithatë, duke përfituar nga rasti, dëshiroj të bëj thirrje industrisë bankare për të pasur një vëmendje më të madhe ndaj financimit të sektorit ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në veçanti atij bujqësor. Ky sektor përmban potenciale të pashfrytzuara për zgjerimin e industrisë bankare, duke kontribuar në zhvillimin afatgjat të vendit, por pa cënuar normat e prudencës. Nga ana tjetër, gjithashtu dëshiroj të drejtohem dhe vetë bizneseve të vogla dhe të mesme, duke inkurajuar ato që t'i afrohen bankave dhe t'i konsiderojnë ato jo vetëm si një burim i qëndrueshëm dhe me kosto të ulët financimi, por edhe si një konsulent i vlefshëm financiar dhe partner i besueshëm zhvillimi. Në mbyllje, duke përshëndetur pjesëmarrësit në këtë tryezë, dëshiroj të shpreh bindjen time se ky memorandum bashkëpunimi do të kontribuojë pozitivisht për hartimin e politikave më efikase në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjat të vendit. Ju falenderoj.
I nderuar kryeministër, të nderuar kolegë ministra, i nderuar guvernator, të nderuar përfaqësues të sektorit bankar. Kjo nisëm që po ndërmerr qeveria në fakt lidhet me SME-t dhe ashtu si kundër e përmendi dhe guvernatori në fjalën e tij, përbën shtyllën kurizore ose shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare. 99% e ndërmarrjeve në ekonomi shqiptare kategorizohen si ndërmarrje të vogla dhe të mesme. 82% e fuqisë punëtore në Shqipëri punësohet pikërisht nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Rreth 75% e investimeve të kryera në ekonomi vijnë pikërisht nga këto ndërmarrje, pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Gjithashtu, 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike. Nga ana tjetër, SME-t, siç thash, përbëjnë masën më të madhe të punësimit të fuqisë punëtore, duke siguruar kështu jo vetëm një punësim, por edhe një stabilitet në aspektin social të vendit. Gjithashtu pesha e SME-ve në Shqipëri, pra ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, është më e lartë se sa pesha që zën në vendet e Bashkimit Evropian. Po t'i referohemi punësimit, siç thash, në Shqipëri zën rreth 82% të fuqisë punëtore, ndërkohë që në Bashkimin Evropian SME-t punësojnë rreth 65% të fuqisë punëtore. Edhe në pjesën e vlerës së shtuar në ekonomi, SME-t në Shqipëri zën peshën kryesore në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Prandaj, duke mbajtur parasysh peshën që zën ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, qeveria nëpërmjet nismës dyfisho si përmarrjen tënde, do të synojë së pari rritjen e aksesit në financë për SME-t në sektor të cilët janë të nënfinancuar. Duke u dhënë mundësinë që të financohen, ne do t'i mbështesim SME-t jo vetëm në rritjen e kapaciteteve të tyre teknologjike, por do t'i mbështesim ato në digitalizim, në pjesën e eficiencës së energjisë dhe në fusha të tjera. Mbështetja që do t'japim detyrimisht do të sjellë pastaj edhe rritje të konkurrueshmërisë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por edhe rritje të produktivitetit të tyre, që pastaj rrjedhimisht do të sjellë edhe një përshpejtim të rritjes ekonomike, por edhe një parafrim më të shpejt me standardet e Bashkimit Evropian. Sikundër u përmend edhe nga ministrja Ibrahimaj, kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar. Paralelisht, linja e kredisë do të shoqërohet edhe me garancinë sovrane, një garanci sovrane që tashmë e kemi të hedhur në treg, prej rreth 30 milion euro, e cila do të zgjerohet dhe të kalojë nga sektori bujësor, do të shtrihet edhe për të mbështetur SME-t. Garancia sovrane do të rritet, pra nga vlera 30 milion që kemi aktualisht do të rritet gradualisht, bazuar në kërkesat që do të na vinë nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por natyrisht duke mbajtur parasysh edhe mundësitë që ka buxheti i shtetit. Paralelisht, pra me linjën e kredisë dhe garancinë sovrane, qeveria do të ofrojë dhe grante për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat do të mbështeten për përgatitjen e biznes planeve apo projekteve të investimit që do të kenë dhe që do të paraqiten pranë sektorit bankar për të financuar pikërisht me këtë linjë kredie. Qeveria do të mbetet e angazhuar që të mbështesi nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm, pra ky nuk është i vetmi mekanizëm që ne do të ofrojmë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por do të hedhim dhe mekanizma të tjerë në treg për të mbështetur pikërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, në mënyrë që këto të fundit të rrisin jo vetëm kapacitetet teknologjike, por të rrisin dhe kapacitetet e burimeve njerëzore, në mënyrë që të rrisin konkurrueshmërinë e tyre, sepse po përgatitemi që të hymë në një treg i cili është tregu i Bashkimit Evropian, është një treg që vërtet është një treg shumë i madh dhe një mundësi shumë e madhe, por dhe konkurenca që vjen nga ky treg është po kaq e madhe. Ju faleminderit për vëmendjen.